që për të kthyer pak më parë edhe ke pyetja që më bët për arritjet konkrete, edhe ka i produkti që tha vetë zoti Lubonja, shikon, nëse ka patur arritje konkrete, për shembull në periudhën që ka qeverisur PD-ja, se më pyet për PD. Ju pyeta më parë, Për mua është pa diskutim një arritje e madhe antarësimi i Shqipërisë në NATO, për sa i përket sigurisë tonë kombëtare. Dhe interesit tonë kombëtar, edhe situatës gjeopolitike në rajon është një çështje madhore për Shqipërinë dhe jo vetëm, dhe për gjithë rajonin. Greqia ka qenë mbështetëse kryesore atëherë. Patjetër i ka dalë në krah Shqipërisë për t'u antarësuar NATO. Që thotë marrëdhëniet ishin më të shpejta. Kanë qenë tjetër nivel, në tjetër stad. Mos harroni, u arrit liberalizimi i vizave në vitin 2010, një nga vendet kryesore që prekej nga liberalizimi i vizave dhe që kishim shkëmbim të lartë, ka qenë Greqia. Është vend kufitar. Shkëmbimi tregtar ka qenë në tjera nivele. Kishe kompani shumë të mëdha greke, brende ndërkombëtare dhe greke që investonin në sektorin bankar, në telekomunikacion dhe në ndërtim në Shqipëri, në infrastrukturë dhe në energji. Ndërkohë sot nuk i ke. Prandaj unë thash pak më parë që ai takim që ka ndodhur ditën e djeshme ka qenë një foto, një mundësi për të bërë disa foto të bukura dhe për të komentuar ai veshë ky atletet apo nuk i veshë. Ku ndërkohë produkt nuk ke. Ndërkohë që sot që flasim, ke një situatë 180 gradë të kundërt në raport me situatën që ka patur Shqipëria, me gjithë problematikat e saj, qoftë me marrëveshjen e detit të rrëzuar në gjykatë kushtetuese, apo probleme tjera që patjetër ka patur edhe PD-ja problemet e saj. Nuk kuptoj. Mirë, zoti Lubonja, dua të rrim edhe pak tek pjesa e takimit, por duke ndërtuar